Se atë çka kime dhon, atë kime gjetë Allahu. Po e cek edhe një rast në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sallallahu alaihi wasallam. E ka prej një dele, një dash. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi. Edhe i ka thonë Aishës shpërndaje, do të thonë menaxhoje. Aisha radiallahu anha thotë 2/3 e shpërndajta. 1/3 e lash për veti. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam tha çka bone me atë dele dashën, tha 2/3 tha i vadash tjerëve, e 1/3 është e jona. Jo, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tha 1/3 nuk është e jona. 2/3 janë tonat. Ditën e Kiametit. Se 1/3 kemi hongër dhe kemi nxjerr. Ama 2/3 çka i kemi dhon, çat kena me gjetë Allahu xhallahu. Çat kena me gjetë te Zoti ditën e Kiametit. Çat që e ke dhon me dorën tënde, çat kemi me gjetë Allahu. A çat që e ke hongër, që e ke pi, çat kemi nxjerr jashtë edhe nuk është e jotja. Ama çat fukaron. Se shiko, kur vjen në herë fukarojet e ti, pa Allah ta ka çu, domethën atë që me ta pastru pasunin tonë, domethënë me ta pastru, për të mirën tonë. Për të mirën tonë ka. Allah ta ka dash të mirën tonë ty, se ka mujt me shku shembull te tjetër kush, te filon e te alon. Pa Allah ta ka çu ty e ti mos e kthe prap.